Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshiruesit, jemi në emisionin e tretë, jetë në profil me hoxhën e nderuar, thirrsin e njohur, të lashtë, kështu e kam quajtur, thirrsi i lashtë në Islam, hoxha i nderuar Burhanuddin Fili, i cili është për vizitë në Shqipëri, një vizitë shumë të këndshme dhe të bukur, dhe na ka zgjuar dhe emisionin tonë, dhe ne jemi në vazhdim të ciklit të emisionit në të, dhe jemi pikërisht në Egjipt, dhe do të shohim se si është brumosur në kuptimin e plot të arsimimit fetar hoxha i nderuar në Egjipt, dhe më pas aktivitetet që janë zhvilluar në Egjipt, dhe më pas çfarë ka ndodhur mbas Egjiptit, historia e Radio Kairos në gjuhën shqipe, pastaj rënja e sistemit monist në Shqipëri, pastaj e kështu me radhë, do të vazhdojmë me hoxhën e nderuar. Mirë se na erdhët. Mirë se jeta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sërish e falenderoj dhe jam mirënjohës për qasjen vllazërore, intelektuale, burrore dhe fisnike që bani ndaj meje për të nxjerrë pa diçka nga jeta ime që dikuj mund t'i vlejë në diçka. Ato janë do të shërbej brezave, se ndoshta në këtë kohë, po do të shërbej brezave dhe do të jetë pjesë e historisë islamit. Një kujtesë është, wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin, kujtoj besimtarëve vlerat e jetës për ibadetin për këto. Sepse është e rëndësishme, më fal që po të ndërpres, t'i tregojmë brezit të ri se ky islam që ne e jetojmë sot nuk është një islam që ne ka ardhur nga qielli, por është një islam që Zoti mbas mirësisë të tij na ka bërë sebeb nëpërmjet jush, teje dhe brezit të hoxhallarëve të vjetër. Pra ju jeni hallka e islamit të shembur, atij islamit që ka lulëzuar përpara se të shembej dhe këtij islamit që po lulëzon sot. Pra është minbab shukri ni'me, pra është prej atyre gjërave që na mëson Islami që me qenë mirënjohës ndaj brezit, ndaj hoxhallarëve të cilët na sollën këtë fe, na ruajtën këtë fe dhe na lidhën neve të rive me këtë fe. Ne jemi hallka. Absolutisht po. Historia është me hallka, me etapa. Dhe secili prej nesh do të lozën rolin e tij në atë skenën që ai gjinet. Absolutisht. Pra, edhe një herë shkojmë në Egjipt tani. Jeta ime ka për qëllim të ndalë pa Burhanin. Jo, absolutisht. Ka për të ndalë një njerëz që është lidhur me Allahun, një pjesë të historisë islamit në Shqipëri. Ti je pjesë e historisë islamit në Shqipëri. Pra Islami në Shqipëri është një mozaik i cili ka disa gurza. Ti je një nga këto gurzat që plotësojnë mozaikun e Islamit në Shqipëri. Pra atë është për nxjerr pa jo individin. Absolutisht. Për nxjerr pa çfarë mund bëj individi për atë që Allahu i shon ka që është mallorja, që është kryesorja. Se ç'bëjmë bëjmë ne me atë që na ka dhënë Allahu i shon, begati dhe mirësi të tij. Pra, siç kemi biseduar në bisedën e kaluar, shkume në Egjipt, që me gjithë një kënaqësi e madhe, që një arritje, që një plotësim ëndre, që në vazhdi, që prind të njerëz të dashur të mi që kanë pasur se ata vizitojnë Egjiptin edhe herët, kohë Osmanlive, po të zogut të deri të sajrë dhe komunizmi, me punë të ndryshme, flisin për Iskenderije, për Aleksandrinë, për Egjiptin, Misirin, Kahire, të është ata. Kjo ka nga Kairo, kjo ka qenë me gjithë për përmujshë. Po ky kallini i Misirit, mos ka lidhje gjë me Egjiptin që i thonë këto pleshtë e vjetra, apo se diçka e veçantë? Nuk mund të jetë e veçantë, nuk kam haber, nuk kam në një njëri për te. Por, dhe them që pra, hyrën në mjedisin e ati veni të mrekullueshëm, ndonë se kanë kalu etapa të vështira, kalojnë, por mirësia e ndërruat atë. Absolutisht. Dhe Imam Vebija si gjithmonë, kam thënë herë të tjera, ka qenë i vëmendshëm dhe shumë i kujdesshëm për të më lënë mu, për të nda me mu pasurinë e tij që në vitin 1938 deri në 1949 ka jetuar në Egjipt ai. Pastaj shkoi në Amerikë, 49 shkoi në Amerikë Imam Vebija. Si imam i parë i shqiptarëve, si imam i parë në krejt botën islame tas atë kohën në Egjipt, në Amerikë, me certifikat i diplomuar nga Azheri, i pari imam në shkallë republike të Shebahas. Ka qenë imam i Amerikës, jo thjesht i shqiptarëve. Ku do kanë qenë, edhe arabët ku do kanë i ka shkëmbyer. Dhe ai me kujdesin e tij, me dashamirësinë e tij bani gjatë tillë.
dhe mjohët, shtash herën e fundit, me miqtë e tij që ishin të gjitha Ranger. ishte intelektual, ishte të fejës, ishte të arsi, pra thënë të artit, të gjitha të tërësisë, edhe më njohu, kuptohet sa nga ata më të afër të tij, unë mundova që t'i maj dhe kontaktet dhe t'i rush raportet. Dhe ata me thonë të vërtetën, kanë mirëprit, kanë pas një qasje jashtëzakonisht fisnike ndaj meje. Për hatën Imam Bebis, edhe për shqiptarë kanë pas dhe kanë një simpati të mrekullueshme me shqiptarëve. Dhe fillohen hyra në qytetin e studentëve, që me Dieter Both, ku jetojnë mbi 2.000-3.000 vetë student nga gjithë bota. Unë isha i vetmi student nga Amerika, zyrtarisht isha nga Amerika unë, si në Shtetet e Amerikës. Ama njerëz jam njofshin edhe më shumë se shqiptar. Aty gjeta pastaj shumë student, me 100 sa kanë nga Kosova, nga 3 vetë tona, Kosova, Maqedonia. Por vllazët nga Kosova kanë qenë më aktiv. Edhe më të afrushëm. Ata kanë qenë më strukur, themi ne. Nga shokët e dashur që u bën dhe miq të jetës, siç është Naim Efeli Ternava, që u bën kryetari i Meshihatit të Kosovës, o kryeministia, dhe ma Hoxh Reshat Mexhidi, dhe kështu me radhë. Ato pashke ato unë se në fillim i shikoha me një sy dyshues. Pastaj duke i njohur më mirë, pas se shpirti kosovar ishte më i bën, shpirti si gjithë ne se mirësia nuk ka në shtetësi. Absolut. Ku e pa Allahu xhaleshan. Dhe po më kujtohet një gjë që vlen përmendet për ne gjithë, ishte i vetmi student në Ternava, ishte i vetmi student nga shqiptar që ditë çdo mëngjes e merrte një prej gazetave të atërshme, El Ahramit, El Akhbarit. Pra delte ashtu me pijama herë me atë, delte e merrte mëngjes herët gazetën. I vetmi ka qenë. Dhe këto shqiptë për deri sa shenja të mira për te. Kështu që unë njoha me këto, unë filloi shoqëria dhe bile aq shumë sa që mas një viti. Kjo besoj për Hoxhën e nderuar, për muftiun e Kosovës, besoj është e para herë dhe i jeni i pari ju që po e përmendni një gjë të tillë. Tash nuk e di se kurse po unë kam prej dobive të emisionit tonë. I kam shikuar të gjitha ato me një sy studimi. Se i këtash ishin nga Kosova, ishin nga Maqedonia. Ishte që quhet Maqedonia. Pra Molla Jakupi Rahmet pas Skopçani. Erdhi më vonë. Ai ja kam gjetur, pa ai jetonte jashtë. Nuk jetonte tek qyteti studentëve. Nuk jeton te studentëve. E keni takuar Molla Jakupin? E kam takuar te Zekri Hoxhën e mirënjohur të respektuar. Zekri Barami bëti magjistraturën atëherë në Xhamet e Kahira, në Universitetin e Kairos ai. Mohamed Oruçi Rahmet pasi diskutoi të fundit. Edhe ai bënte nga autorët më të rëndësishëm të enciklopedisë islame në Turqi. Bani ai po bënte magjistraturën po në Xhamet e Kahira. Te kam njohur, ai më ka ftuar me thënë drejtën për një darkë. Se harroj se unë. Mirë po tash unë ishe më i madh në moshë. Ardh nga Amerika, nga Shqipëria. Dhe dyshimi ishte gjithmonë aty. Si ka mundësi marrë nga Shqipëria? Ndërkohë që Shqipëria është e izoluar dhe Shqipëria është e mbyllur. Ky ka lënë komunizëm, rrin komunizëm, vjen tash këtu në gjë për studiu. Dhe si rrokti që thon ata aty, nuk e rrokte, si kapte radari, as e vetë shumica aty nuk kishin një soi më dyshimi. Një stepje. Edhe kuptohet UDB-ja bante punën e vet me një student dopt që ka pas mesin e tyre. Dhe milla një soi ftohje, paniku ose largimi, skepticizmin me përdorur një fjalë tjetër. Kështu që vazhdova me këtë, bile më vonë këto u bën se vetë shkak, Hoxh Reshati, Hoxh Naimi, Ahmet Rama, që unë të shkoj në Kosovë, mas një viti gjithë shumë, herën e parë në shumë. Masi i kanë në 76-ën, kur i ktheva në Jugosllavi për të pa këto që më ftuan mua. Ka qenë një vizitë mrekullueshme. Pra, u njoha me vllazë musliman të ndryshëm të gjitha sferave të jetës në Gjep, nga Imam Vebiu, dhe unë e ruajta atë. Ftesa që mbanin, vizitat her pas hershme. Dhe më kujtohet një gjë, kja ka qenë për mua nga ato pikat kryesore, stacionet kryesore. Kur hyra në kyçetin e studentëve, ishte mbi 2000 student, ishte një xhami e bukur. Edhe shkova për të falë namazin e parë, ta falja. Edhe më kujtohet një qoshën e djathtë në krah të mihrabit. Si quhet xhamia? Ajo xhamia e qytetit studentëve. E qytetit studentëve, po. Po xhamia e bukur, në ndërtuar me sa më mend nga bamirësitë e shtetit, duket ka qenë Kuwaiti kanë. Dhurat prej tyre ishte kjo.
edhe ca ndërtesa që ndonat pej zeqatit Kuwaitit. Po. Mirësia kuwaitiane, aty kam parën e parë. Dhe falem vetë zeka, këto nga këto shoqata që kanë ato. Dhe falem atë kryer dy marrëqate, dhe aty kam bërë dua Allahu xhalesha. O Zot, bane që për Shqipëri të rihapet. Mos e harrosh. Dhe mban sebeb që unë inshallah bëhem sa do pak një mes. Dhe subhanallah mas 10 vjetëve, ka që 9 vjetëve, 92, 91, ardhe në Shqipëri dhe hapi i parë që u bërë për hapin e xhamisë parë në Shqipëri, në vendin tim e publik që u realizu në 92. Pra Zoti e bani doa në Kabul e pranoj mas 11 vite. Kështu që kjo qasje ishte ime, që ishte me njerëzit dhe ta përdorni këte për të formu veten time. Pra me gjithë takime me këto burra që gjithë ishin më të mirë se unë. Unë kam pas vinë dhe jam burrat me gjithë vend të edukuar në vatrën e mirësisë e festikrisë islame. Dhe joja me të mbani që unë të njësha të afrosh edhe tek ca konferenca që bashin, konferenca islame, të Kairos duke qenë qyteti kryesor në botën arabe dhe islame, Ezheri, zhvilloheshin konferencë në herë pas herë. Se Imam Vebi jam njohu mua dhe me shenjë Ezherit atje, Xhadil Hak, Ali dhe Hak. Po Xhadil Hak. Zoti e mëshiron. Em njohu me personet e tjera të Ezherit. Dhe kjo më bani mua që të më jepë mundësia që unë të nuk them të penetroje, po të hyje në këtë mjedis. Dhe nga një herë fillon të më jepin nga 5 minuta kohë. Si me fol. Ja, si observer ose si një gjuhës, si vëzhgues, i 5 minuta në emër Shqipërisë. Fillon nga 5 minuta. Kuptohet, unë nuk ishte njerë për të shkru një gjë kaq të bukur, po një nga miqtë e Imam Vebis, Rahmetit, ai ma rregullonte. Unë ja thej, ai ma rregullonte. Si quhej? Ai ka pas emrin Sheikh Abdul Hamid Rajab. Sheikh Abdul Hamid Rajab. Ka qenë dhënri i Shehit e Zherit Abdul Halim Mahmud, Allah yarhamu. Që ka qenë një kryeplejës të Zherit të mrekullueshëm. Dhe ai mi rregullonte mua ato pesë. Qitet am dëzen, që në Terezi. Ato që menojnë dhe kjo më ndihmoi për forcimin e gjuhës, për njohjen me njerëzit. Edhe në mënyrën e artikulimit përpara publikut. Sa është ndryshe kur mëson njeriu në bankat e shkollës, dhe është ndryshe kur përballet me një publik. Ne nuk patëm rast, unë për rast, se ju në Hamza Dashin, nuk patëm rast që të mësoje unë me rregullat e jetës tamam. Unë mësoja me vesh, si një muzikant që ka sense of pitch, që thonë në anglisht, ka një damar muzike. Ka vesh muzike ka, ama nuk jepet mundësia, nuk ka hyrë ato nuk jepet mundësia akademike. Dhe ne kështu kemi mësuar me vesh. Ku të kap aty merr këtu, kështu ka qenë jeta. Kështu që pra ky akumulim, ose grumullim i këtyre. Ndikojnë formimin tënd. Formimin tënd si çastë me një. Jo thjesht fetare, po edhe sociale. Njeriu bëhani njeri. Po, bravo. Si karakteri plotësum. Se Islami si lindi ideja e Radio Kairos në gjuhën shqipe? Nga këto thash afrimet me këto, njohja me udhëhecin e Rabit al-Alam Islami, që është në Mekë al-Mukarram, e shenjtë, doktor Omar Abdul Nasif, që studiu jashtë ajo fjalë anglisht shumë bukur, dhe nga pame nuk duaj arabe, me siguri do ishte shqiptar o turk, Allahu e di. Po s'kishte, kështu që me një bujqësie të mrekullueshme, bujqësie geniale, fisnike, jo komerciale, edhe më prishte mirë, ca djemtëri që ishin me te, që studiu në Angli, në Amerikë, ato i gjeni një gjuhët përbashkë, ne ishim pothuajse një moshe. Kështu që, pra, u erdhi te kjo domethënë që unë çfarë mund të bëj unë për Shqipërinë e harruar. Që Shqipëria u bë jetim. U mëll një kafas, e u mëll me Chelsea, dhe Chelsea u holl në det. Duke menuar se nuk hapet më ai kafas. Dhe pa i kishte ke peshku Yunusit me sa duket. Ka më kishte. Që e nxorri prapë mbaj. Dhe ka qenë 85. Në 85, dhe unë po shkoje për në Europë. Kam pas një veturë, një makinë, dhe qoje këtë ca miqë më origjinë shqiptare ata, si më priqë shumë mirë, bile nga Durrës, si ka qenë baba e tyre, Mehmet Egra, që familje e njohur ka qenë Durrës ajo. Ai me Imam Vebi ka qenë studenta bashkë, u martu me një egyptiane, shkojnë në Amerikë për Hoxhallek, po nuk e vazhdoj, vdiq në Amerikë. Atje këto të fëmijët i lakte, u rritën në shallë. Kështu që aty shkojnë shpesh, më priqën shumë mirë ato që 2 vëllezër, 2 motra. Bile motra madhe kishte me shpresa.
Dhe e lash makinën aty, jo pas të lë makinën duke shku nga Aminat Bollë, qyteti kishte në Korria unë, për shkoja tek shtëpia aty që ishte afër aeroportit internacional që ka në Kairo. Dhe rrugës aty ishte mazdite, ishte nata e Arafatit, ishte haxhi. Dhe hapi radion, aty flasin gjuhë të ndryshme, gjuhë turke, ai gazetari për përshëndet popullin turk, gjuhën e tyre kuptohet, po edhe arabisht me çik. Pakistanezi, Pakistanin, Indonezian, Indonezin, kështu mbështetet nga Afrika, ku gjuhën Swahili, gjuhën Swahili këtej, thash ja arab. Se mos të ketë shqip. Jo, si u harru tash këtu. Se du t'i pari mbas. Si alfabet është i pari, Albania or Albania, Albania, si Maria u harru është. Ku i që bëha me ne. Dhe me këtë me një dhe si fillova unë të gjyrmoje në atë botën e mërë, çfarë mund të bëj unë. Këtë lini ideja. Se shkova atje u ktheva dhe shkrova një letër. Dhe më sugjeruan disa që t'ja çojnë rabit as Alem Islamit. Edhe mora aty ku shkoj unë, doja t'ja çoja mbretjet të fejt, me thënë drejtën, po dikush tha, çoja atyre se ato mund të merren me këtë punë. Dhe shkruaj letrën, shkoj te këshilltari i kulturës pranë ambasadës Arabisë Saudite. Më priti shumë mirë, një burr, jo vesh me veshje ty tradicional me fustanell, po me si jemi ne me kamish xhaket, me kollare, ishte me gjithmonë ato tipik të arab, që ruajnë akoma arabizmin e tyre në aty. E priti shumë mirë me këtë ide, tha shkruaj letrën, po ja, unë do ja dërgoj atë rabit tas. Edhe ja dërgova, unë ja shkruaj letrën, thash, dhe merrni përgjigje. Letra pa datë, kisha harruar me shkruaj datën në letrës. Pra, se kemi mësu me vesh, kemi mësu të gjatë. Edhe mora, tha ne fatkesisht na vjen shtypje që s'mund të ndihmojmë, se kjo nuk është në dorën tonë, kompetencat tona, se kemi gjatë tillë në agjendën e punës ose në qashin tonë. Arabeta kishte kudo aktivitete, në Amerika ma xhamia, ku imam kishte Po në gjithë botën Kanada, gjithë botën islam. që i kam pa unë, që i kam taku. Edhe në botën perëndimore. Xhamia para me 2 minaret është bërë për tyre, në hajo të arabit, të shtetit bashkuar. Dhe më thanë, po në këtë ka vetëm mbreti në dorë. Edhe unë se Mbreti i Arabi Saudite. Po shihni mbreti i Arabisë Saudite merr ato Kairo. Me të hap një radhë të tillë. Nuk do rrë ka, unë doje të hap një radhë, menimi, mbine imi ishte, se vetëm Arabia Saudite mund të hapte, se ato kanë parë, ato Mekka Medina, ato janë kujdestari dy haremeve, njëri që s'kish bë kuptim të thellë akoma, mendova dhe besova se aty të tjerë. Egjipti me 100.000 hallë, lufta e parë, lufta e dytë, 3-4 lufta ato, thonë fukarallë, këta vinin për fukarallë. Ku t'jeni fukaras të asë në qikë. Pra kjo është gabimi që ne kemi. Se mendojmë se ai pasaniku do të apeti. Ne harrojmë se ai tjetri që nuk është pasanik, bëhet pasanik nga Allahu dhe të pasanon edhe ty. Kjo është lamsh i jo. Dhe mirë po, shkruaj letrën, më prapë me mikun Imam Vebisra me të pas, me Sheh Abdelhamidin, ja shkruaj ato që kishën ca gjana, e që nisja e banin rregull ta letra për smari. Ku atë s'kishte akoma kompjuter. Gjithë i shkruajt e ca zyre me typewriting, me makinë shkrimi. Apo sa ata ishin ato, e shkruaj, ja nisi unë. Me thanë drejtën fatkesisht, me këtë nuk më erdhi ndonjë përgjigje. Jo. Po unë se lashke, menimin e kishe, bindjen e kishe, se diku do bëhet kjo. Po se ku Allahu. Dhe iku viti 85, pra ishte nga vera ka qenë ajo haxhi, iku 85, sa ktheva çik në Amerikë aty unë. Përsërish në Kairo, në atë kohë që nërmar përkthimin e librave e 2 përmbajtjeve të Imam Newawi, Arbaun hadith, 40 hadithe të Imam Newawi, të shejta dhe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe i mora me vete edhe i përktheva ato hadith në gjuhën shqipe. Dhe rabi taja kishte lidhje të mira me to, më premtuar që do t'i botojë një ditë. Edhe fillova të përkthej edhe librin Islamin Fokus. Po, Islamin Fokus, po. Dhe fillohen atë libri që e madh, punova atë mirë, po atë kishte filluar me dalë të ditë kompjuteri, më vonë kupton doli kompjuteri. Kështu që shkoj në Amerikën 86, në vend të shkruaj 86. Iku 86 apo thosh me këto menime, përplitje menimesh, skutullime menimesh, skepticizëm ndonjëherë. Dhe njeriu kur je
unë kam qenë jetim në atë kuptimin e këtij ku ja merrte mendja se do hapi një program i tillë. So pas gjatë muhabetit shkoj në Amerikë dhe ka qenë muaj tetor. Edhe në xhami, si xhami e madhe aty që shkëmbita në Yemenli, nga Yemeni, aty thirret ezani me ardhmën haptas, në xhami të rrallë që ka në Amerikë, dhe xhamati Yemeni shumica dhe të tjerë. Dhe falën xhamat, del aty kur Edira me të pasaj miku jem nga Amerika, ishte erdhi me marë muaj, dhe aty del ishte profesori im i gjuhës arabe dhe darasat islami, studime islame në Wayne County Community College, që punon 2 vjet, pastaj Wayne State University. E më donte shumë, ai ishte shku në Amerikë 45, në 45. Që njoh me ma me mirë dhe që i bash miqë të pandar. E më që, Burhan, që më prezenton me një burr plak, që ajo se moshë të mësaj, sa ishte 30 vjetë para mje me moshë. Si ma me bjo kështë. Thot, vllai im Salaheddin Shadi, ish general në kohën e Farukut. Burgos nga Naseri rrallë parë dënu me vdekje, pastaj burgin Përjeqë, pastaj 10 vjetë, 15 vjetë burg Imani, dhe ish general në lëvizjen e ushtrisë, El Ahrar, që thonë ato që e ban puçi ku nga mbreti Faruk, mbreti i fundit shqiptar në Egjipt, që e nxorrën jashtë. I thot vllajt i thot, Burhani ka një ide, e dinte idenë time. Ti një mosh, do vi Kairo ti një mosh. E më dha numrin e telefonit muaj, Rahmet Lia. U ktheva në Kairo, a ktheu më stheu, që bagati këto, shkrimet unë. Ktheu në Kairo, me entuziazëm të madh, takoj këtë, kishe përshku për Islamin Fokus që kishin aprovuar atë që ta aprovonin. Edhe aty më ndodhi një ndodhi shumë e do ta them, e ke çam të topët ta them. Isha në xhami dikun aty te Ezheri, te zona e Ezherit, dhe kisha në Amerikë. Me çan vogël duke u falë atë, jo me imamin shkova çik vonë me një grup tjetër, edhe ma vollën çantën mua. E thash Maria edhe këtu, e u pesmetova me thanë drejtë. Po mëra një pesmetim, mëra një ashtu, edhe doja ktheja me njëherë për në Amerikë. Po prapë me nova dhe gjatë shpes duhet lanë ty, se ti të pesmatohesh, ti infektohesh, dhe mendose me nej. Edhe, mendose me nej, pas kisha para. Ba një raport, ata gjëmatit të ban një raport, shkova në polici, atë me shkeq ardhje, me ka dha ato, një 100 sa fund në kujtohet, me zor ato, nga kryetari i policisë, nga gjithë ato, që s'kisha si ndekën në gjep. Lemrojë e Sheban atje që më duhen para tonë, tash ke ik prej, se llogaritë kishte bashkë, gjiro llogaritë kishte me Edin bashkë. Me vitet të turp i kërkoi para unë ca erdha me një shumë goxha të madhe për atë kohë. Dhe për shkuar në Saudi, besoj të shkoj në Saudi. Edhe një mas 4-5 ditë shkoj prapë në Zer për të marrë një tasdik vërtetim që na duhej. Se po së dojen atë, duhet për të marrë vizën duhet tasdik vërtetim nga Ezheri, nga vendi i kustodian dhe nga ku e merr bursën, ishte Ministria e Vakëfit të Qeverisë. Dhe duke zhruar takoj një muslimane nga Amerika, Hedeja, zoti Nerof, ishte nga Amerika, kishte ardhur për studiuar. Dhe e njihsha unë. Tha Burhan thotë, edhe kishte një ide për këtë, kishte menimin tim. Thotë çu më thotë se pet kështu më ka ndodhur. Kishte në çantë, kam tha këtu $800, i ka thënë një bamirës, nuk e di se kush është, ka marrë vesh se unë jam ba muslimane, ka marrë studiu, nga dëshira vogël, pra me rrjedhë kry punë. I mora, shkova në rabita, pra nga i disha, asa të kërë qenë për hua, më hua kajnë. Ndoshta urreni diçka poshtë më hajë. Dhe shkoj në atje në Omra, takova me të rabitas, ato më thanë, ti je musafiri jo një javë. Edhe kam qenë një hotel, ka thënë Mekka, tash nuk e ekziston më se kanë ndryshuar përballë çabes, mu një rrugë në ndatë. Edhe çdo gjë ke të paguar, çdo gjë atë. Dhe në fund pastaj më dha një dhuratë mua ato. Dhurat nga ne, pra e mbuloj ato që kishin... Alhamdulillah. Dhe kjo pra një vazhdoti një mësimat për të provu mu, dhe në tjetër për të thënë se më sahabit, se nëse qëndron për smaj, do të ndihmoj Zotit. Vazhdoj kjo, pastaj filloi unë dhe vazhdoj që Egjipti do të jetë ajo. Baj kontaktu me këtë Salaheddin Shadi nga me të pas, generali ishte mbreti Faruk, më pret mu në shtëpi ai. Subhanallah, shtëpi nga zonë e tij që shku kurrë përpara, në zonë e re. Hakim me ban zoti Murad, ban zoti Emër, që unë ta blej një hyrje po në zonë mas 15 vjetre.
Kështu që se gruan e kam nga Egjipti, unë fëmijët kanë linë atje. Takohem, thotë mu takohemi nesër filan vend. Edhe shkojmë nesër aty, takohemi. Që një vile vjetër, ato vilet e larga mesdore, të konfiskume që ka qenë zakoni, dhe më presin mua ato, edhe më takonin me ata njerëz që ishin aty, gjithë lishin për Shqipërinë, kishin një simpati, një dashuri të veçantë. Dhe la mu taku mas 2-1, aty ai që ishte në prisë një morigjinë shqiptare, një Ahmet Raif, Allah më shërof, gjithë më shërof. Dhe ai me njëherë më takoi, u gëzuar shumë, erdhi mirë iden, takoi me Ahmet Bergjeti, një nga shkrimtarët e gazetarët e shkruam Islam, që ka bërë shumë libra të mrekullueshëm ai, Mikilioni u bë pastaj. Dhe ai shkroi 3 artikuj në gazetë Ahram, ka pas një shtyllë përditshme ai, Sunduket Dunja, arka e botës. Dhe shkroi aty, fytyra nga Shqipëria, ose pamja nga Shqipëria, çfarë kërkon burri, ky njeri çfarë kërkon, dhe si duhet t'i përgjigjemi. Allah. Ato bën bujo, praktikisht. Shes herit në anë tjetër, ato miqtë e mi të herit. Edhe fillova të kontaktoj ca gazetarë. Po fatkeqësisht në atë kohë ma shko e njihni Shqipërinë për rakin që kishte, edhe për gratë femrat e bukura. Edhe duhani kuptohet, duhani shqiptar. Se kaq bante propagandë Shqipëria në atë kohë. Dhe kjo 86-ën, kjo, në dhjetor 86. Po shkoj me takime të ndryshme, me Shenës Herit, me ca miq të ish shok Mubareku në shkollë, president Mubarek ishte president, ish general ato po dan pension. Gjitha ne ju mënova gjitha që mos të në sebeb shkak pa e përdor. Dhe në nga dhjetori 86, 87 filloi, kaluan ca muaj deri në Ramazan që ishte në maj ka qenë Ramazani atëherë. Me mikun Mahmet Bergjeti që luftoi për iftar të motra ati, dhe unë nalem ke Ahrami se kishte edhe zëvendës editor i Ahramit, një vej editorëve shumë, dhe u të në zyre, në atë kohë, subhanallah, bjen telefoni, përgjigjet dhe del ish drejtori i radiostacionit i Kairos, Fehmi Omar, i bën telefoni, thotë, ku e kjetë mikun për mu, këtë këtu. Që harëqoje se është aprovu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dita para bazari ka që. Allahu Akbar. Një orë për iftare. Alhamdulillah. Imagjino të gëzimin dhe më thamë të një. Se për mua e radios ajo hapja programi Shqip në Radio Kairo ka qenë fëmija i parë. Mune e kërzërë fëmija. Alhamdulillah. Kështu që u edhe shkova, sa të vija shkova takova në të nesër me njerë. U ba që qëtë bajt e këbaj, po problemi ishte s'kishim njerës për të punu. Se studentët që kishin atje, të miqtë e mi kishin marru shkollë që në internava me shkollë, këtu kishin marru, ishin këthy, që fillo punë këte ato. Ata që ishin atë kishin frikë të punonin me mu, se gjuhën Shqipe, për fejnë, për punë për Shqipërinë, Vili Gustav, edhe nuk u ba. I shqiptari vjetër që më patani qik, si të pezmetu me atë pak të ashtë i qik, ai nuk pranoi ditë arabisht në goxha mirë, edhe shqipen e mirë, por nga frika se mos dëmtonte Fisin e vet këtu, refuzoi. Edhe kam vaj 2 herë në Belgjikë, ca vende ku kishte shqiptar për të gjetur një njerëz. Dhe nuk gjeta ai. Pastaj u ktheva, shkova në Kosovë. Dhe vetëm në vend për shqiptar. Edhe mllanë 2 vet, Hoxh Mazlami, që u bë bashkëpunëtori imi, që ka bërë një punë të mrekullueshme. Unë njeh në kohën e një punë të mrekullueshme. Dhe Hoxh Recep Morina, që tash është në Sheba, që kisha takuar ndonjëherë, kisha dëgjuar për të, ai më njëherë çaj thash, llagëlishmëri për të. Një tren nuk arriti të marr për arsye familjare. Dhe këto të erdhën. Mirëpa, e filluam programin e Nanorga me 4 nanor. Ka qenë dita më rrugë të Sherif datës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Që në gjithë festohet goxha. Po. Dhe erdhëm aty, u ma fillimi. 17 ditë vazhdoi programi. E shkonim ne kishim me inqezima akoma që gjysmore. Fillojmë bismillah, as një gjë politike, as një gjë. Po para kësaj ish ambasadori i Shqipërisë në Kairo, një Hamza Cerka, kishte kohë të takuaj me Ahmet Bergjetin, me gazetarin për shkrime për aty në artikujve, dhe nuk u bë takimi me te, dhe që donin të gjithë ato ndërhyn të ambasadori i Shqipërisë
ishte Jugosllavisë, vende komuniste, tek Ministria e Egjiptit dhe u mbyll programi me 17 ditë. Ashtu, ha? Dhe me gjërat të mbyllë unë erdha nga Azeri, ata dy Recepin dhe Maznamin i gjeta aty me lot në sy, thosë më shkanohu në i problem, se kishë kalamaj ato, më shkanohu një kalamajve, por më thonë ato të kështu kanohu. I thëmë, hajrë inshallah, me njërë, nga Azeri erdha, me njërë të Azeri. Subhanallah, Sheikh Azerit akoma, Sheikh Azerit pra është kryeplaku i fisnik i Azerit, Sheikh Azër. E gjeta aty, i thëmë kështu, mos e mërzit, thiri një nga këshilltarët e tij, kujtohet akoma emri i tij, Mufin. Sa ullë tha me vllain tonë Burhani, shkruaj çfarë diktojnë kë shkruaj. Më tha mu shkruaj nga fillimi i programit, ideja që ka filluar deri tash. Ja një orë gjysmë, këtë thash mos na ikë ai me drejtori i radios. Ai shlet nga veni, ai pret. Edhe unë pres. Shumë letrën atë dhe një gjithashtu që ka qenë ajo raport ai. Ja dhash zotnisni Rahmet Pashe, Gjadu Hak, njëri shumë i thjeshtë, fisnik. Dhe e shkroi ca gjana ku diun të shkruajtë me të kuqe, se ishte zakoni kur kishte një gjë shumë serioze, shkruajmë me të kuqe dhe me dha letër me njërin e bani zoti krejt lehet taksi se në Kairo është vështirë për të udhëtuar. 2 kilometra ban personat, më mirë kam se sa me taksi. Po e bani shumë lehet, arrit atje e gjeta zotin aty. Ja dorëzove? Po para se në fillim do të dalëm i çik nëse ka kohë. Tek fillimi se ha programi unë rëmëll, për dhe ma që si arrin dhe ke hapja programit. Do kthehemi që të kjo ku erdhe programit si për ta si të harrojmë ne. Dhe u bana një lutje unë për ish kryetari Fehmi Omar letër edhe ma shkroi një nga muslimanet shumë të mira ish me njenja ose qase komuniste në rinjën e saj, edhe në kohën e Nasserit dhe u bë muslimane, njerëz që njohën në gjip shkallë, botënore arabe të saj kohë. Si ka pasur më? Safines Kazi. Shumë zoj, edhe nga pamja nga ajo. Nga ato burneshat të vërtet. U gënjë një qik nga ato doktrina komuniste, por e kuptoj dhe u kuptoj. Dhe shkova të Fehmi Omar, para se të dilte kjo. Dhe i thamë, mirë po, edhe këtë takim ma rregulloi një mik i imi që punonte në Ministrinë e Mbrëmshme, NIMS, Ministri i Mbrëmshëm për çështje shoqërore, Behedin Ibrahim. Ai kishte shoqëni familjare me tonë dhe i ndihmoi fëmijëve të tyre për anglisht. Shkuam në Amerikë, bëmë një vizitë bashkë në ato vende të bukura Los Angeles, San Francisco ne këtej. Dhe i thashë dhe i bëj telefon dhe ma rregulloi këtë takimin me te. Shkova takimin e parë, nuk u realizua se ai ishte dhe antar i parlamentit të Egjiptit, me Zesham. Dhe atë ditë nuk qelloi aty, edhe më thash po ftofet jam unë, por një vajzë me origjinë shqiptare, nuk harrohet kur amaneti. Me origjinë shqiptare ishte Elza, Elza Loz, ajo punonte inxhiniere në radiostacionin, në televizionin e Egjiptit. Dhe ai burri i votezës ishte sekretari i pasashit i zotit Fehmi Omar, që ishte drejtori i radiostacionit. Dhe ajo më thot, ka kërku zotin Filani, do të takoj, shkova takoj, i dhash këtë letër, më lutje. E lexoj, tha, ja Burhan, o Burhan, donë që unë të hapi program gjuhën Shqipe në radio Kairos. Sa milionini? Sa është vallai krejt shqiptarë, se kisha për gjithë shqiptarë, jo vetëm ne, por edhe për shqiptarë. Se jemi dhe 8 milion. Sa donë dhe për 8 milion të hapi unë një program, po ne kemi sa i numëroj ca vende, Azerbajxhani, Uzbekistani, Kazakistani, sa çdo të një. Unë jo përgjegjës për popullin tim. Ata ta kërkojnë vetë. Po thashë zbahet ta kjo. Është vështirë, thosë. Mirë po, duke u nisur në falenderova me ato çaste që kishte ato me telefonata me gjana ku dion aty për të kryer me një margje në njeriu të madh aty. I them, çka këshillën jep ti mua, si mund të ecim, si mund të arrijmë këtë. E vetë me mënyrë sa është që ai që të ka pru këtu, pra miku i generali Behedin Ibrahim, me të qutë ministrin mërshme Zeki Vedër me shku të Mubareku atër. Për moment, kuptohet që një këta në momentet shumë. Atër më ranë sekundë jopë, thash vetës, budallah, po kush ta inicioj, kush ta nga këtë menim?
I tha, Allah. Shteti Allah, leni këtë. Thash, shukran, faleminderit. Prani me takime tjerë tash arriti tek aprovimi. Të gjitha këto. Atëherë u ndërprej për një kohë, u rihap. Dhe 4 muaj e gjysmë ngetëm ne. Pezu. Ato ishin me familje, njëri kishte 2 fëmijë, Rezepi kishte 2 fëmijë, Maznami kishte ato 3 fëmijë. I futëm në shkollën e për të shtunë, ishin bën për shkollat ca nga ato. Unë alurra, as rrogës kur gjallë dhe ngelem ne si peshko pa ujë. Por Allahu Gjereshanu ban murat, mishin na njifshin ne, pa ditë se kush, asun sot duke ditë se kush ka qenë që ka çu Nima. Na Nima vishin nga gjitha, se ka vinin, as unë se dije. Vet kuptohet nga Allahu Gjereshanu. Pra e kalun 4 muaj ne kështu. Pastaj? Mu kthye ato kishin frikë se do ktheheshin do të me reprezalin me gjëra aty. Dhe më 4 muaj u rihap. Pra në vitin 1988 hapë. Po, se fillojnë në ndorë, 87-ës, mars 88-ës. Dhe për kohë, si konqedoj kjo me konferencës tame, që bën është vjetora ajo. Dhe aty mërë të bi Shekh Sharabi, Zoti Sharabi. Dhe një aty bile kam një ngërtu, i thëmë, ba një doaja Shekh. Dhe subhanallah, nuk vënoj shumë, në me thëmë, nimin Allahut, kur i hapë dhe një herë radhë. Në filloj pasaj, nuk o mëllman, alhamdulillah. Të dy pasaj punu në ca kohë me mu, to për arsytyre personale, u largun për të kërë dhe tjerët në rallë, dhe sot vazhdojnë dhe programe. Atëherë të ndërpresim pjesën e parë, me gjithse e kemi kaluar të minutazhin e pjesës parë. Atëherë ndërpresim në këtë moment, se pastaj do të udhtojmë nga Egjipti në Shqipëri dhe hapja e Islamit në Shqipëri. E ndërpresim për disa momente dhe kthehemi sërish, inshallah. Rikthehemi sërish në pjesën e dytë të emisionit dhe vazhdojmë aty ku ishim duke folur pikërisht për Egjiptin dhe për Radio Kairon. Po, hoxhë nderuar. Pra, të gjithë këto vështirësi, peripeci që u bën arritja e madhe, mbyllja e programit, rihapja, ka shumë gjëra për të thënë, po shehë lojë një rol kryesor, miq tjerë që thanë, doat e njerëzve, edhe doat tona, lot tona që shnume si unë si ato, po me ndihmë të Allahut u hap me datën 7 mars të 1987, kur i hapë sërish programin. 88, më falni. Dhe gjatë kohë unë edhe studioj akoma që në vitin e fundit të Ezherit, në Usuludin, në degën e teologjisë ose të shkencave islame, dhe një kërësishën kam dha mësim, kjo 92-shi, dhe 82-shi, dhe 90-shi, në shkollë Institut Internacional të Gjuhëve të Huaja. Dhe të gjithë studentët që kanë punu me mua kanë kishin pjesë e kësaj, tha nga ato që thashtë të një mund që ishin Erza Lozë Morgji shqiptare, që dha kontributin e saj. Pra, ishte një u formu dhe me një diçka që dha mund të shti atë impulsit se si mund bëjmë ma tepër nepër, jo vetëm në Egypt. Në atë kohë fillon të ca plasat, sharat të sistemit komunist. Filloj të nana, Le Valenca në Poloni, Popi me origjinë polake, John Paul II, u bën këta, filloi të më thani që komunizmi sikur po të marri krismë, filloi të plasë, filloi Gorbaçovi, gjitha këto gjëra, stile që i bani Reagani, Mr. Gorbaçov, thejat mur, prishat mur, pra filluan këto, dhe para të kjo në vitet 90 pastaj filluan ato. Kështu që unë atë kohë bana një lutje e Ezherit, që të bashim, që të merrim carini në Ezherit të mësoshim Shqipën. Se do vi një ditë, shpejt, që të kemi misionerën në atë fjallën e vërtet, thirrës islam. Që dalin nesër, erdhën rinia ma vonë në këto që punon në Shqipëri, po erdhën pas një horing as për popullin shqiptar, as për gjuhën shqiptare, kështu që nuk bën, kanë ndihmuar Zoti në rrugë gjithë, ama e bën eftir, po nuk u realizoi kjo. Ama librat u bën ca libra që i pashroi për themën, dhe u bën se si të qasë, të pra filloi të nana, 90-a, më në Shqipëri filluan ato demonstratat e para që filluan, arratisja shqiptare në ambasada, hyrën në ambasada. Unë mendoj që këtë pjesë, si e keni përjetuar ju lajmet se në Shqipëri kanë filluar lëvizjet, si i përjetuat ju futin, kur pra informoheshit për futin njerëz në ambasada, pastaj si u përgatitët, si gjitha këto, se çfarë keni bërë në Shqipëri, unë mendoj që të kemi një emision tjetër, të veçantë, i cili do t'i kushtohet pikërisht kësaj periudhe të jetës tënde, që unë mendoj se për ne, sidomos shqiptarët e Shqipërisë, është pjesa më e rëndësishme e lidhjes
se ajo hallka që ne tham, të mes rënjes sistemit, hoxhallarëve të rangut botror që ka pas Shqipëria dhe një situatë kombëtare ku nuk kishte më vetëm se pak hoxhallar, ata ishin pothuajse të nxënësët hoxhallarëve të mëdhej dhe si erdhët ju, si e gjetët Shqipërinë e gjitha këto. Mendoj që ta lëm për një mision special, mos ta nisim fare. Të nderuar teleshikues, ishte kënaqësi e madhe që kishim në këtë emision Hoxhën e nderuar Burhanuddin Filin. Do të jemi me të edhe në një emision tjetër. Deri atëherë, Zoti ju nderoft, qofshin amanet Zotit. Selamun alejkum wa rahmatullahi wa barakatuh.